Kalojmë pak në Gjirokastër. Të përshëndes gëzuar edhe gjirokastritëve dhe gjithë banorëve qaku Gjirokastër. Ditën e flamurit, trego pak si është atmosfera në Gjirokastër. Atëherë dhe Gjirokastra ka përkujtuar, ka nderuar ditën e sotme 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Rreth orës 10 Bashkia e Gjirokastrës zhvilloi homazhe në memorialin e rilindasve, ku përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve publike, forcave të ndryshme politike, organizatës veteranëve të tjerë, u përkullën me nderim dhe respekt përpara kontributit të patriotëve gjirokastrit në këtë ngjarje të shënuar historike për kombin tonë. Pra ata vendosën kurora me lule në varet e rilindasve Bajo dhe Qërqis Topulli, Koto Hoxhi, Pandeli Sotiri dhe Andon Zako Qajupi, në mënyrë simbolike duke nderuar kontributin e gjithë atetarëve shqiptarë në këtë ngjarje të rëndësishme. Ndërkohë, aktualisht në kineman e qytetit po transmetohen filma artistik dhe dokumentar të cilët kanë në qendër 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Po duhet thënë se edhe në qytetet tjera, në qytetet e Libohovës, Përmetit, në qytetin e Tepelenës janë zhvilluar organizime në nderim dhe respekt të 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Madje përgjatë gjithë kësaj jave nxënësit e shkollave, institucione të ndryshme kanë organizuar aktivitete kulturore dhe artistike në nderim të festave të nëntorit dhe veçanërisht të 28 nëntorit të shpalljes së pavarësisë. Berim, si bëjtë të vjoj dita në Gjirokastër, çfarë aktivitetesh ka? Se edhe koha duke që nuk është aq e mirë dhe premton shumë, se shoh që po vjojnë reshjet në Gjirokastër. Me gjithë kohën me reshje, siç e theksova përgjatë gjithë kësaj jave, përgjatë këtyre ditëve janë zhvilluar aktivitete kulturore dhe artistike në nderim të festave të nëntorit, të cilat edhe gjatë ditës së sotme kanë vijuar me omazhe zyrtare, me transmetimin e filmave, me koncerte të ndryshme artistike. Pra, ka qenë një program i pasur përsa i përket nderimit të 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, jo vetëm në qytetin e Gjirokastrës, por në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Faleminderit Blerim, të uroj edhe ty një ditë sa më të mbarë.